Përshëndetje të nderuar. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Me theks të veçantë dua të flas për zgjedhjet në Tetov, sepse unë vi nga Tetova dhe jam banor i qytetit të Tetovës. Ju përshëndes juve tetovarët e mi. Dhe po e pyes kandidatin apo kandidatët se deri tani për programet që i kanë shpalosur, a e kanë me të vërtet, me seriozitet, se atë që e paraqesin para popullit është diçka e cila do të ndryshojë gjendjen e qytetarit të Tetovës prej pas 19 tetorit 2025. Pra, të hënën e cila do jetë pas 19 tetorit, qytetarit të Tetovës, a do të jetë ndryshe? Para së gjithash, ai a do të ketë një perspektivë më të mirë se që e pati para 19 tetorit 2025? Kur e them këtë, para së gjithash mendoj në perspektivën e qytetarit të Tetovës. Sepse perspektiva e qytetarit të Tetovës varet nga çka? Nga vend punësimi. A do të hapen vende pune që qytetarit të Tetovës të punësohen? A krijohen vende pune bazuar në programet që na i paraqesin kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës? Qoftë ai i cili e ka mandatin akoma dhe që e kërkon mandatin e dytë, qoftë nga ata të cilët kërkojnë të mandatohen, të bëhen kryetar të Tetovës, që nuk ishin deri tani. Në programet e tjera, deri tani, nuk është se kemi parë se ndonjëri ka dalë dhe ka thënë, unë po të zgjidhem, do të ketë në Tetovë një ofertë, ose do të ketë një mundësi, do të krijohet një mundësi për hapje për vende të reja pune, e cila do të kishte si pasojë mos shpërngulje e qytetarit të Tetovës nga vatrat e tij, që të merr koferin dhe të ikë, sepse ai nuk sheh perspektivë. Por për të krijuar vende pune, vallë, pyetja është, a mund të krijojnë vende pune nëse kryetarët të cilët dëshirojnë të marrin postin në Tetovë, të qytetit të Tetovës, po na dalin me ofertat për të ndërtuar sheshe, për të ndërtuar qendre qyteti, ku njerëzit do të ulen në disa banga dhe do t'ju marrin erë trëndafilave, do t'i shikojnë bredhat dhe lulishtet që do i mbjellin këta, do t'i shikojnë ata kockat që do i vejnë këta. A kjo do të na sjellë vende pune? Tjetër, çka është? Të rihapen, po e them, sepse ekzistojnë kapacitetet e kujt? E bazenave. Është e qendra sportive në Tetovë, e cila u ndërtua dhe u la në shkatrim e sipër. Por qytetari i Tetovës ka nevojë për diçka tjetër. Qytetari i Tetovës ka nevojë për kapacitete që krijojnë vende pune. E kapacitetet që krijojnë vende pune janë kush? Fabrikat, uzinat. Pra, të kemi edhe kapacitete prodhimi në Tetovë, sepse në Tetovë vetëm shesim. Çka? Shesim pjesë tekstili, kemi udhën e butiqeve, ku kemi oferta për fustanela, për fustane, për dasë. Por neve na duhet edhe fabrikë, neve na duhen fabrika, që edhe i kishim diku, por që i shkatruan, që askush nuk jep përgjegjësi, dhe nëse nuk dilet me kësi lloj programesh që të kemi, çka? Investime kapitale në Tetovë, që të hapen vende pune në Tetovë, për rinin, për popullatën e Tetovës, e cila për ditë më shumë po e lëshon Tetovën. Të njëjtin problem
e kanë edhe shqiptarët në komunat tjera, si që janë Gostivari, Dibra, Kërçova, Shkupi, dhe gjithandej Struga, të mos i numëroj të gjitha, por unë dëshiroj të flasë për Tetovën time, dhe çdo kush le të flet për qytetin e tij, ose të saj. Por, çka na duhet? Investime, fabrika, vende pune. Ti je shef në botën e përparuar. Ore, kryetari i komunës nuk merret me ndërtimin e qendrës, as me ndërtimin e trotuarëve, as me ndërtimin e rrugicave. Ai merret me programe tjera zhvillimore. Qendrën e ndërtojnë firmat, sipërmarrjet, të cilët kanë kontratë me komunën dhe shkojnë i bëjnë punët. Dhe kjo duhet të ndodhet te ne, jo të dalë kryetari i komunës të pret shiritin se u ndërtua në qendër e re, me park të ri, me lulishte të re, me trëndafila, me bredha. Kjo është primitivizëm. Kjo nuk ndodh në botën e përparuar. Ti nuk e sheh në Zvicër kryetarin e komunës, të merret me kësi çështje. Rruga 3 kilometre e gjatë, 1 kilometre, 500 metre, 250 metre, del edhe kryetari pret shirita. Televizionet e qytetit mlidhen krejt dhe bëjnë intervista dhe bëjnë programe, bëjnë emisione. Me kësi lloj programesh, me kësi lloj ofertash, popullatën as që e ngritim, as që e zhvillojmë, pas qytetin në përgjithësi nuk e zhvillojmë. E zhvillojmë qytetin me investime. Dhe unë nuk pash dhe nuk shoh që në Tetovë deri tani ka ndodhur investime. Dhe kur them investime, duhet të jenë investime kapitale, të cilët kaplojnë në pjesë të madhe të popullatës, e cila do e ketë mundësinë të punësohet. Dhe pasi që do ketë mundësinë e punësimit, çka? Do të ndalet edhe shpërngulja, do të ndalet ikja, do të ndalet lëshimi i vatrave. Por ti kur nuk sheh perspektivë, kur njeriu me magjistraturë dhe me një titull doktor të shkencave del dhe punon kamarier për ta nxjerrë kafshatën e bukës dhe për t'u qu familjes idare të shtëpia, dhe del kryetari, kandidati për kryetar, dhe pallohet me çka? Me do lloj ofertash të cilat në botën e përparuar janë për të urrejtur, janë tallse, janë ofenduese, janë përçmuese, o qytetari tetovar. Mos dalldisim pas këtij thanjeve të këtyre. Unë nuk e di gjithë ky militantizëm, pse gjithë kjo brohoriqe. Ore, nuk janë ata Kongres Amerikan që na paraqiten në përsalla sikur të ishin kandidat të Kongresit Amerikan, të Senatit Amerikan. Po ne jemi tetovarë, ne nuk i kemi gjërat nevojshme, gjërat e nevojshme që duhet t'i kemi, nuk e kemi në çka? Të siguruara në minimum. Dhe del atje kandidati dhe na prezantohet sikur të ishte një kongresmen amerikan, me veshjen e tij, me performancën e tij, me sallat e mbushura përplot me njerëz që nuk lejohet as mendimi ndryshe, as mendimi kritik, as analiza kritike, dhe del edhe shahen në për komentare, ofendojnë dhe vetveten e quajnë shqiptar, e quajnë musliman, e quajnë njerëz. Kjo me të vërtet është diçka që vetëm ne mund ta bëjmë. Unë nëse diçka nuk e dëshiroj, dhe nëse e shoh diçka që nuk është në rregull, ore, e kam të drejtën e Zotit që ta kritikoj dhe të mos jem i të njëjtit mendim. Dhe ti mos dil të më shash me familje, me nan, me gjithçka. More, idiot, mos bre, ndalu pak, ore, banu i kulturu, para se të bëhesh diçka, të kesh diçka, të jesh ndonjë ku e diçka me titull. Ore, duhet të kesh karakter, moral, kulturë, bre. Dhe kultura e mendimit ndryshe është mbi gjitha, qëndron mbi gjithçka. Po, mbi gjithçka.
sepse ne, jo me do e mos, duhet të pajtohemi se cili me se cilin. Dhe të jemi të gjithë dakord për gjithçka. Nuk ka thënë Zoti kështu. Nuk na ka krijuar, nuk na ka krijuar për një gjë të tillë. Na ka krijuar që të jemi të ndryshëm, divers, që të mund të shpalosim atë të cilën ne e mendojmë si më të mirën për popullin që i takojmë. Ti lëm qendrat, lulishtet, parqet, në mirën firmat me atë që punojnë, që kanë lulishte, firma lulishtes, zgjimi për shembull, le të rregullojë parkun e Tetovës. Ore kryetar, sjell në Tetov investime, sjell në Tetov, hap në Tetov vende pune për popullatën. Atëherë e ke dhënë ti atë për të cilën premton. Dhe atëherë e ke përmbush atë që quhet çka? Që quhet ofertë për qytetarin. Me parqe, me lulishte, me trëndafila, me ndërtim trotuaresh dhe me asfaltim rrugicash, le të miren firmat që miren me atë. Ti duhet kesh o kryetar dhe o kandidat për kryetar. Program zhvillimor, program investiv për qytetarin që ai të mund ditën e hënë të çohet në mëngjes dhe të shkojë në vendin e punës. Të hapish vende pune. Vende pune, investime na duhen në Tetov. Jo parqe,